ky spektakli me gjykatë kushtetuese, përtej pasojave të tjera, nuk ka çuar në bllokimin e hetimit. Hetimi vazhdon. Hetimi kishte nisur kur nuk kishte asnjë mas ndaj zonjës Balluku, hetimi vazhdoi edhe kur zonja Balluku u pezullua dhe pastaj u çpezullua, hetimi po vazhdon edhe sot kur sërish është pezulluar dhe çështja e imunitetit nuk ka shkuar për diskutim. Prokurorët kanë në dorë komunikime telefonike, ka në dorë të gjitha praktikat e tendereve që janë përfshirë në të dosjen e madhe 16.000 faqe ku janë të gjitha tenderet e unazave e projekteve të tjera. Pra, hetimi vazhdon dhe arrestimi apo jo, unë më shumë mendoj që është çështje prestigji në raport të marrëdhënies me prokurorin, të prokurisë me qeverinë, sepse po të kujtojmë pak kërkesa për arrest, mbërriti në parlament, pasi u bë manovra për të pezulluar pezullimin. Apo jo? Një tjetër ekuacion i ri. Dhe një nga argumentat e kryeministrit sot ishte, duke qenë se pezullimi shkoi në fuqi, pra u plotësua e kërkesa e prokurorisë, tashmë prokuroria nuk ka arsye për të nxituar kaq shumë për të kërkuar arrestin. Ktu vim tek reagimi i Komisionit Evropian. Fakt reagimi është marrë pas një interesi, pra nuk është një deklarat e bërë zyrtare nga vetë Komisioni, por megjithatë prapë këto kanë vlerën Qëndrimi është i njëjtë për disa media, të cilët kanë shfaqur interes për ta pyetur se takon qëndrimit të pra, është thënë një njëjti paragraf që Parlamenti duhet të shqyrtojë sa më shpejt kërkesën e prokurorisë. Këtu ka pastaj një keq interpretim që duke i vënë 2 pika pas zëdhënësit të komisionit duke thënë që BE-ja kërkon arrestimin e zëdhënës kryeministres. Në fakt, shqyrtimi i kërkesës për heqjen e imunitetit nuk do të thotë automatikisht arrestimi, sepse sërish socialistët kanë maksimumin në dorë për të mos e votuar të kërkesë me urdhër të Ramës. Por ajo që këshillon komisioni është ndjekja e procedurës. Dhe unë them që e cila është te kalim të gjitha afateve. Procedurë e cila është te kalim të gjitha afateve. Ai do vetë ndjekjen e procedurës. Edhe deklarata e sot me një nga 3 pikat, më fal Adriatik të fundit, ishte që duke qenë se tashmë pezullimi ka hyrë sërish në fuqi, s'ka ndaj ngut që ne të shkojmë këtë diskutimi i kërkesës për heqjen e imunitetit, derisa të gjejmë këtë zgjidhjen ligjore. Ajo është pezulluar si zëvendës kryeministre, jo si deputete, ajo sërish ka mandat. Mandati nuk diskutohet. Mandati e mbron. Dhe kjo është çështja e mbrojtur nga mandati, a është ajo ekspozuar sa çdo qytetar i Republikës për llogaritë të hetimit, ajo si deputete s'ka gjë. Jo çdo qytetar i Republikës, sa ministrat tjerë ose politikanë të dy krave po deshe. Për llogaritë të hetimit, argumentimi se janë të tjerë nga partia vet që janë ministre ka në dorë sërish për të bërë firma kjo. Ndërsa, duke mos qenë në funksionin administrativ të ministrit, por është deputete, këtu s'ka lidhje më me letrat dhe me procedurat e prokurimit dhe të tenderimit. Megjithatë thash, në mbledhjen e komisionit parlamentar, sot, një nga ato pikat thoshte që derisa të gjendet kjo zgjidhja ligjore e konfliktit mes gjykatës dhe qeverisë, nuk kanë nxitim për të shkuar tek çështja e mandatit, e imunitetit. Dhe pas kësaj mbriti edhe përgjigja e... Po kjo sa mund të zgjasë kjo pastaj se me standardet që kemi... Kjo është pyetja që besoj se jep do të kush përgjigje. Unë për vete jo njërës. Ta pyesim Labajn, se edhe si jurist, sa mund të zgjasin këto procese të Labaj, sa të zgjidhin gjykata për çështjen e ta japu një pyetje, po sa doj Rama dhe çfarë pyetje bën edhe ti. Pjesa ja ta shpjegoj. Se mos s'është punë çështje ligji, më fal. Për pjesën e kërkesës për dhënien e autorizimit për arrestim dhe heqjen e imunitetit, në 118 i rregullores të Kuvendit parashkon një afat maksimal 3 mujor, që i bie diku në 17 mars mbaron afati.
Nëse kalon ai afat dhe kërkesa nuk është shqyrtuar formalisht, konsiderohet e rrëzuar. Pra konsiderohet sikur është votuar kundër. Dhe mbaroi ai muhabet. Sa i takon procesit e hetimit të gjykimit në shkallë të parë në apel zonjës Bauku, ajo pastaj minimalisht do marrë 2 vjet të tjera, mund shkoj deri në 3, është një proces që zgjat, nuk është një proces që ndodh më njëherë. Ajo që unë dua të theksoj është në raport me qytetarët e këtij vendi. E shoh dhe e kam parë dhe nga sheshi se u ndjek, mundohet ose po e trajtojmë si një normalitet, do vej këtu, do çohet atje, po do vej andej, po do kthehet këtej, nuk është Shqipëria në normalitet. Po ç'të bëjmë? Jo duhet, ja, ajo që unë them, ajo që them unë është ajo që mund të bëj unë personalisht dhe që mund të bëjmë ne me aq sa mundemi. Shiko, po të kishte zonja Bauku një qytetar i zakonshëm në këtë republikë, do qenë kujdesur kaq shumë dhe do kish marrë gjykata kushtetuese 11 ore, do e kish zvarrit 2 herë. Dosjet e qytetarëve nuk trajtohen në këtë mënyrë, sepse në këtë republikë ka qytetarë të dorës parë dhe qytetarë të dorës dytë. Zgjidhja këtu është që të gjithë duhet kuptojmë që kur, edhe këtu po flas politikisht tani, më mirë kuptoni, ne të gjithë duhet kuptojmë që kush e ndan mendjen në këtë vend për të marrë të ardhmen me politik duhet kuptojë që nga dita që hyn në zyrën e shtetit dhe deri ditën që del nga zyra e shtetit, nuk duhet të prek 1 cent të kësaj republike, se po i preku, do përgjigjet herës ose vonë. Dhe nëse ju doni një reformë, se shohim mblidhen për kodin, bëjnë atë, bëjnë këtë, a doni një reformë ju që realisht politikanët të ndjejnë përgjegjësinë me atë që bëjnë? Po. Korrupsioni i zyrtarëve të lartë të kësaj republike duhet me ligj të shpahet vepër e tradhtisë së rënd kombëtare, sepse e tillë është. Me voto, me vot, me vot po bëj votat, futu në parlament, edhe kthe. Dëgjoj Adriatiku. Me një vot që ti, shiko, ndaj të thash, ja, të lutem. Mirë, po thotë që duhet vullnet politik, të po thotë, duhet një vullnet i mirë politik. Kjo është një zbulim. Ndaj të thash që po të kesh votat ti si, do të them, po të bashkosh votat e përmbys atë. Ndaj ju thash që tani po flas politikisht. Pra, ne gjykojmë që kjo është rruga dhe unë mendoj që këtë histori po ja lam apelit, shkallës së parë, prokurorisë, komisionit hetimor, komisionit të posaçëm, parlamentit, votimit, kjo do shkojë në kalendat greke dhe po ta thot Adriatiku, nuk është hao me dënu 2-3 ministra në vit, se aq do arri prokuroria e posaçme, ja do dënoj 2-3 mesatarisht në vit. Aq. Për 30 vitet që vinë, do na u dënokan 90 ose 100 veta në këtë republikë. Po s'është hao i madh, me i gjet 100 kamikazë këtu që janë të gatshëm të arrestohen, se drejtësinë e jep gjykata pastaj. Varet sa zgjat procesi. Nuk zgjidhet kështu kjo punë. Ne nuk mund ta presim që këtë luftë ta bëjnë vetëm gjyqtarët dhe prokurorët. Këtë po them, me gjithë respektin për ta dhe kanë bërë një punë shkëlqyer deri tani. Ore, ata kanë bërë një punë shkëlqyer, ore. Nuk është e lehtë në këtë vend. Ajo që po them është. Ke shumë mirë Adriatik. Ajo që po them është. Po mi po e shpjegoj. Po jo, po ti po marrni fjalim tani këtu.